Kryeministri Kristian Mickoski deklaroi sot se qeveria planifikon bursa prej 250 euro për blerjen e pajisjeve elektronike për studentët për vitin e ardhshëm. Ai tha se procedura në kuadër të qeverisë tashmë ka filluar dhe janë në pritje të fillimit të vitit të ardhshëm, sepse siç tha ai, një nga kriteret është që studentët të kenë semestër të regjistruar. Procedura të varamkite na vllato 250 euro për pajisje elektronike. Këto para janë parashikuar në buxhet. Procedura në kuadër të qeverisë gjithsesi sekretariati të përgjithshëm ka filluar. Kriteret të përcaktohen dhe është normale që po presim të fillojë viti i ri akademik, sepse një nga kriteret është që studentët të kenë semestër të regjistruar. Tutje, ai ju drejtua të gjithë partive politike që janë në pauzë nga nekrofilia të reflektojnë dilemat e këtij lloji në opinion, nga ku ai shfrytëzon këtë rast për t'i bindur dhe për t'ju thënë që të rinë të qetë, sepse siç tha ai, ajo që premton në VMRO dhe kjo qeveri, në të cilën janë partitë politike vlen dhe znam, atë e realizojnë. Ndërkaq, ai paraprakisht vlerëson se shifra përfundimtare në universitetet private dhe shtetërore është diku rreth 55.000 student, që me semestër të verifikuar do të mund të shfrytëzojnë këto 250 euro për blerje të pajisjeve elektronike nga shtatori.